Përshëndetje të nderuar teleshikues nga ky edicion lajmesh. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në zhvillimet kryesore të ditës së shëndetshme. Pa kërcënim armësh dhe pa maska, por një grabitje banke që deri dje kishin parë vetëm në filmat e Hollywoodit. Për 3 net në mes të bllokut në Tiranë, autorët kanë qarë murin e bankës nga godina ngjitur, ndërsa sot në mëngjes realizuan grabitjen e të paktën 19 milion lekëve nga kasaforta. Ata shfrytzuan fundjavën, por edhe netët me shi. Autoritetet thonë se i gjithë vendi do t'jeti përfshirë nga rreshtet e shiut deri të njëjtën, por nuk ka asnjë rrezik përmbytjesh, sikurse ndodhi në Maqedoni. Kreu i emergjencave tregon se gjatë këtyre ditëve ka patur dëme në bujqësi dhe apelon në mënyrë të veçantë ndaj pushuesve që të bëjnë kujdes. Në Maqedoni është ditë zie dhe për 15 ditët e ardhshme në mbarvendin është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas përmbytjeve ku humbën jetën 21 persona. Operacionet e kërkimit vijojnë për ata që konsiderohen të zhdukur, si dhe ka nisur pastrimi i banesave dhe rrugëve të mbuluara nga balta. Tirana jep 100.000 euro ndihmë për fqinjet. Mediat ndërkombëtare kanë vlerësuar Majlinda Kelmendi si krenarinë e sportit të Kosovës, një ditë pasi ajo shkroi histori në lojrat olimpike të Rios duke fituar medaljen e parë të artë për shqiptarët. Ndërkohë Nora Gjakova është eliminuar të hënën duke shuar shpresat për një tjetër medalje të artë në judo. Pa kërcënim armësh dhe pa maska, por një grabitje banke që deri dje kishin parë vetëm në filmat e Hollywoodit. Për 3 net në mes të bllokut në Tiranë, autorët kanë qarë murin e bankës nga godina ngjitur, ndërsa sot në mëngjes realizuan grabitjen e të paktën 19 milion lekëve të reja nga kasaforta e saj. Ka të dhëna që të premten ra alarmi në bankë, ndërsa grabitësit shfrytzuan fundjavën, por edhe këto 2 net me rreshje të shumta shiu. Të paktën 19 milion lekë të reja mendohet të jetë shuma e grabitur në kasafortën e një banke të nivelit të dytë në zonën e ish bllokut në Tiranë. Kësaj radhe grabitësit nuk kanë preferuar të armatosen dhe të kërcënojnë punojësit, por e kanë realizuar vjedhjen e tyre nëpërmjet murit të bankës, duke bërë realitet skenarët e filmave hollywoodian. Autorët e kësaj ngjarje, duke shfrytzuar pushimet e fundjavës, kanë mundur të çajnë murin e bankës pikërisht në dhomën nën tokë ku ishte vendosur kasaforta. Forcat e policisë të shkuara në vendngjarje kanë konstatuar se punimet për çarjen e murit të bankës ishin kryer brenda një ambienti tjetër privat nën tokë që ishte pranë bankës dhe që dikur ka shërbyer si pub dhe kazino. Mendohet se autorët kanë hyrë në ish ambientet e kazinos duke këputur hekurat e dritares dhe më pas kanë punuar të qetë për të paktën 3 net me radhë për hapjen e murit, hapje e cila kishte përmasat 50 me 30 cm, mos e mjaftueshme për futjen e një njeriu. Pas hapjes së murit, autorët, duke përdorur edhe lëndë të ndryshme kimike, kanë hapur dhe kasafortën, nga ku kanë marrë të paktën 19 milion lekë të reja. Për momentin policia nuk ka asnjë emër të dyshuar për këtë supergrabitje, e cila vjen pak më shumë se një muaj nga supergrabitja tjetër në pistën e aeroportit të Rinasit. Edhe kamerat e sigurisë jashtë ambienteve të bankës për momentin nuk kanë dhënë asnjë person të dyshuar që të ketë filmuar duke hyrë apo dalë nga ambientet e ish kazinos. Policia ka nisur marrjen në pyetje edhe të punojësve të sigurisë së bankës, pasi dyshohet se alarmi ka rënë edhe mbrëmjen e së premtes, kur dyshohet se autorët kishin nisur punën për hapjen e murit, por që me sa duket nuk është pikasur nga punojësit e sigurisë. Ndërkohë, 2 grabitje të tjera me armë kanë ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të hëne. Grabitja e parë u shënua në një pikë të shpërndarjes së gazit në fshatin Fushprez, ku 2 persona të armatosur kanë grabitur rreth 600.000 lekë të rinj pasi kërcënuar me armë rojën e objektit. Ndërsa jo shumë larg kësaj zone në Fushkruj, pikërisht në rrugën e vjetër Tiranë-Fushkruj, 2 persona të tjerë në kërcënimin e armëve kanë mundur të grabisin një pikë të këmbimit valutor, duke marrë një shumë ende të papërcaktuar parash. Në këtë grabitje autorët janë larguar me një mjet tip Benz Mercedes pa targa. Për të dyja këto ngjarje, të cilat fatmirësisht nuk kanë sjellë pasoja në njerëz, policia ka nisur hetimet për identifikimin e mundshëm të autorëve. Ky është Top Channel. Autoritetet thonë se i gjithë vendi do t'jeti përfshirë nga rreshtet e shiut deri të njëjtën, por nuk ka asnjë rrezik përmbytjesh sikurse ndodhi në Maqedoni. Kreu i emergjencave Shemsi Premçi deklaron për Top Channel se gjatë këtyre ditëve ka patur dëme në bujqësi, ndërsa u tërheq vëmendje pushuesve që të bëjnë kujdes. Vendi ynë parashikohet të jeti përfshirë nga rreshjet deri të njëjtën.
ndërkohë që kreu i emergjencave civile shpjegon se në disa zona do të ketë stuhi fragmentare, por kjo nuk do të thotë se mund të kemi një situatë si ajo në Maqedoni. Në gjithë territorin shqiptar do të ketë rreshje, por në formë fortunash do të shfaqen në rajonin e Kukësit, në rajonin e Fierit dhe të Vlorës, edhe në pjesën veriperëndimore të Shqipërisë. Situata mund të rëndohet në ditën vazhdim deri të mërkurën edhe në rajonin e Tiranës dhe të Elbasanit. Këto informacione kemi paraprakisht. Kreu i emergjencave ju bën apel pushuesve të tregojnë të kujdesshëm sapo konstatojnë ndryshime të motit. Në Bregdetin shqiptar duhet të bëjnë kujdes të gjithë pushuesit, sepse shirat parashikojnë që të vinë në formë shtrëngatash dhe jo nga përmbytja dhe intensiteti i rreshjeve, po nga fortuna që parashikohet fry, mund të ngrej çadrat, mund ngrej pajisjet, mund ngrej gabinat që ndodhen në afërsitë të plazhit dhe mund që fortuna të ngrej dhe të përplasë dhe të dëmtoj pushuesit. Po çfarë dëmtimesh kanë sjellë rreshjet e orëve të fundit? Ka pas dëme të vogla kryesisht në bujqësi, ka pas shkëputje të energjisë elektrike në rajonet e Kukësit, kryesisht në bashkinë e Kukësit, në komunën e Arnit, në komunën e Legbipajt dhe në bashkinë e Kukësit. Sot në Maqedoni është ditëzie, ndërsa për 15 ditët e ardhshme në mbarvendin është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas përmbytjeve që i morën jetën të paktën 21 personave. Ndërkohë vijojnë dhe operacionet e kërkimit për ata që konsiderohen të zhdukur, ndërsa ka nisur pastrimi i banesave dhe rrugëve të mbuluara nga balta. Autoritetet kanë premtuar se do t'i dëmshpërblejnë banorët. Flamuri është ulur në gjysmështiz në Maqedoni. Vendi është në zi kombëtare në kujtim të 21 viktimave që humbën jetën për shkak të përmbytjeve të fundjavës, ndërkohë që kërkimet për ata që konsiderohen të zhdukur vijojnë kryesisht në përbodrumet e shtëpive që janë shkatëruar nga shirat e dendur. Gjendja e emergjencës është shpallur në 15 ditët e ardhshme në vend, po ashtu në Hasanbeg u zhvilluan edhe ceremonitë e paramortorit të viktimave. Në lagjet e përmbytura mungon energjia elektrike, ndërsa është ngritur komisioni i posaçëm për vlerësimin e dëmeve materiale. Në zonat më të dëmtuara ka filluar pastrimi nga rrëshqitja e dheut. Kamion dhe eskavator kanë bërritur në lagjet më kritike. Qeveria ka kërkuar angazhim maksimal të gjithë institucioneve për të ardhur në ndihmë situatës. Familjet e viktimave do të dëmshpërblehen me 300.000 denar, ndërsa personave që u janë dëmtuar banesat do të presin vlerësimin final të dëmit për t'u kompensuar. Po ashtu në rrjetin social Facebook është hapur një faqe ndihma humanitare për familjet e përmbytura Shkup, ku ftohen të gjithë ata që kanë mundësi për të kontribuar me donacione vullnetare. Autoritetet kanë nisur që të shpërndajnë ujë të pishëm dhe ushqime për banorët e prekur nga përmbytjet në rrethinat veriore të Shkupit. Gjithashtu raportohet se unaza e kryeqytetit është shembur nga ujërat e rrëmbyera dhe kjo ka penguar ndjeshëm lëvizjet. Edhe pse rreshtet janë paksuar dhe niveli i ujërave po bie, paralajmërimi meteorologëve për më shumë shira ka bërë që vigjilenca të jetë maksimale për të shmangur të tjera viktima. Katastrofa natyrore ka sjellë trishtim në mbarvendin, por edhe në komunitetin ndërkombëtar, i cili ka shprehur keqardhje dhe i ka ofruar ndihmë Maqedonisë. Shqipëria dha 100.000 euro për banorët e zonave të prekura nga përmbytjet në Maqedoni. Ministri i Punëve të Jashtme Ditmir Bushati tha se qeveria shqiptare është në kontakt me autoritetet maqedonase për të marrë informacion mbi dëmet e shkaktuara me qëllim që ky fond të shfrytëzohet sa më mirë dhe të shkojë për shqiptarët e Shkupit dhe Tetovës. Qeveria shqiptare do të ndihmojë Maqedoninë që është përfshirë nga moti i keq dhe përmbytjet me një fond paraprak për 100.000 eurosh. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati tha përpara gazetarëve se fondi do të shkojë për lehtësimin e dëmeve të shkaktuara për fqinjet Maqedonas dhe bashkombasit tanë me banim në Shkup e Tetov. Teksa autoritetet shtetërore në Maqedoni janë ende duke vlerësuar bilancin e nevojave dhe të kërkesave, ne do të vijojmë kontaktet për të marrë një vlerësim detajuar mbi dëmet dhe modalitetet e bërjes efektiv këtij fondit posaçëm. Kryediplomati theksoi se qeveria shqiptare po ndjek me vëmendje situatën e krijuar në Maqedoni dhe është gati për çdo lloj ndihme tjetër për menaxhimin e krizës krahas këtij fondi.
Një ditë përpara se të takojë përfaqësuesit e grupeve parlamentare, kreu i shtetit priti një grup ekspertësh për të konsultuar në lidhje me kompetencat që duhet të ushtrojë për Këshillin e Emërimeve në drejtësi, pas ngërçit të krijuar me miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Por edhe ekspertët kanë qenë jo në një qëndrim të përbashkët në tryezën e Nishanit dhe nuk kanë dhënë dot zgjidhje. Presidenti Bujar Nishani ka marrë më shumë se sa një opinion nga juristët me cilët u konsultua për mënyrën se si duhet të zbatojë një kompetencë re kushtetuese pas miratimit të reformës në drejtësi. Brenda datës 16 gusht, presidenti ka detyrimin të organizojë shortin për zgjedhjen e 9 anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Por pikpyetja është ngritur për shkak të mungesës së ligjit që detajon kriteret e kandidatëve. Zyra e presidentit nuk dha hollësi se çfarë qëndrimi mbajtën ekspertët, por Top Channel mësoi se ata janë ndarë për gjysmë. Disa mendojnë se presidenti duhet ta zbatojë kompetencën, qoftë dhe formalisht, duke u bazuar vetëm te kriteri kushtetues i mospasjes së masës disiplinore, ndërsa gjysma tjetër i ka sugjeruar presidentit që të pres ligjin përderisa Këshilli i Emërimeve në drejtësi nuk do të mund të kryejë asnjë veprim pa u zhvilluar më parë procesi i vetingut. Të martën presidenti do të konsultohet me grupet parlamentare, por deri tani është konfirmuar vetëm pjesëmarrja e demokratëve. Drejtuesit e grupit socialist janë me pushime, por megjithatë grupi më i madh parlamentar mund të japë qëndrimin e vet me shkrim, duke ju bashkuar qëndrimet zyrtar të Kuvendit të Shqipërisë, që i sugjeron presidentit të presë miratimin e ligjit, edhe për faktin se Këshilli i Emërimeve do të zgjidhet sërish në dhjetor për një mandat 1 vjeçar. Krye republikani Fatmir Mediu ju tha gazetarëve se kishte biseduar sot me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për zgjedhjet e ardhshme. Sipas Mediut, ato janë të rrezikuara nëse nuk i përgatit një qeveri teknike ku të jenë të përfaqësuara të gjitha subjektet politike në vend. Lulzim Basha priti në selinë e Partisë Demokratike Fatmir Mediun e Partisë Republikane, me të cilin diskutoi për zgjedhjet e ardhshme, për të cilat aleati i përhershëm i demokratëve tha se janë të rrezikuara nëse drejt tyre nuk shkohet me një qeveri teknike. Është provuar tashmë në zgjedhjet lokale që kjo qeverisje dhe mazhoranca ka manipuluar në mënyrë të qëllimshme zgjedhjet. Nëse do ecim në koshiencën për të pasur zgjedhje lire të ndershme, është e domosdoshme që të shikojmë që të kemi një qeverisje që të kemi dakordsi të gjitha palëve se si duhet shkojmë këto zgjedhje. Çdo formë qeverisje e cila do të garantonte zgjedhje lira të ndershme, një qeverisje që garanton një vullnet politik të përbashkët për zbatimin e standardeve zgjedhore, mendoj që do të ishte e pranueshme. Pra nuk përjashtohet Partia Socialiste nga kjo vendimarrje. Është një vendimarrje që i takon gjithë klasës politike, forcave politike parlamentare. Kreu i republikanëve tha se idenë e qeverisë teknike kanë përforcuar edhe zërat brenda maxhorancës, ku përmendi Ilir Metën, ideja e të cilit sipas Mediut nuk u hodh thjesht në kuadër të reformës në drejtësi. Pas rënies së ndjeshme që shënuan vitin e kaluar, kreditë e këqija kanë nisur të rriten sërish. Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në fund të 6 mujorit të parë, huat me probleme kanë cekur përsëri nivelin e 20% si pasojë e falimentimit të kompanisë Kurum, por edhe të krizës financiare të Armës. Kreditë e këqija u rritën në 6 mujorin e parë të vitit, pavarësisht planit kombëtar që qeveria dhe Banka e Shqipërisë kanë vënë në jetë për uljen e tyre. Të dhënat e fundit zyrtare nga Banka Qendrore tregojnë se në fund të muajit qershor huat me probleme arritën në 19.96% e totalit. Kjo shifër është më ulët se sa qershori i vitit të kaluar, por nëse krahasohet me fundin e vitit 2015, kredia me probleme është rritur me mbi 1.75 pikë përqindje. Kreditë e këqija arritën kulmin në shtator të 2014-s kur cekën shifrën 25%. Me ndihmën e Fondit Monetar, qeveria dhe Banka e Shqipërisë hartuan një plan të përgjithshëm kombëtar për të përmbysur tendencën. Plani parashikonte një sër masash mes të cilave dhe detyrimin e bankave për të nxjerrë jashtë bilanceve kreditë e këqija me afat mbi 3 vjet. Si rezultat i kësaj mase, por edhe ristrukturimeve të huave më të mëdha problematike, kreditë e këqija zbritën deri në 18.22% në dhjetor të vitit të kaluar, por pas këtij muaji portofoli i huave të pakthyera është rritur sërish, indikuar veçanërisht nga falimentimi i kompanisë Kurum dhe kriza financiare e Armos. Shumë shpejt parlamenti pritet të miratojë 2 ligje kyç, pjesë e planit kombëtar të kredive të këqija që janë ligji i falimentit dhe ai për shoqëritë e përmbarimit. Autoritetet shpresojnë se të dy këto ligje do ta bëjnë më të lehtë uljen e kredive të këqija, që mbetet një nga ngërçet më të mëdha të ekonomisë. Shtatëmbëdhjetë vjeçari që u gjeti pa jetë një ditë më parë në zonën e landfillit të Sharrës mund të jetë vrarë aksidentalisht nga punojësit e pastrimit të mbeturinave. Këto janë dyshimet e para të policisë pas kthyrjes së kufomës dhe ekspertizës mjekoligjore nga autopsia. Eriu kishte një muaj si punëtor sezonal në Sharr. Policia arrestoi 4 persona për vdekjen e Ardit Gjokla, i 17 vjeç.
një adoleshent që ishte i punësuar sezonal në landfillin e Sharrës. Burimet të prokurorisë së Tiranës thanë se Arditi kishte një muaj që punonte në landfill gjatë orëve të natës dhe mendohet se ai është qelluar aksidentalisht mes natën e të premtes nga mjeti eskavator që drejtoi nga shtetasi Edmond Kollari, 40 vjeç. Bashkë me 40 vjeçarin janë arrestuar dhe shtetasit Besnik Braha me detyrë përgjegjës i firmës, Dëfrima Krama që mendohet se ka qenë përgjegjës i turnit kur ka ndodhur aksidenti dhe shtetasi Bujar Daja përgjegjës i punonjësve. Policia e Tiranës përmes zyrës së shtypit njofton se po kërkohet për t'u arrestuar edhe një 48 vjeçar nga Peqini, që është administratori i firmës 3K SHPK. Trupi i adoleshentit u gjeti pa jetë të shtunën në grumbullin e mbeturinave, kurse nga hetimet paraprake rezultoi se ai punonte për seleksionimin e mbetjeve, megjithse ishte i paregjistruar tek firma 3K SHPK. Hetimet janë regjistruar për veprat shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Në një klim të tensionuar mes një grupi protestuesish, Donald Trump ka mbajtur fjalimin e tij të parë për ekonominë të fokusuar tek taksat e reja. Nga klubi ekonomik i Detroitit, një takim tradicional për kandidatët politik për të diskutuar vizionin e një republikani, ai tha se është koha për një epokë të re për Amerikën, larg globalizmit, ka replikuar ndërkohë kandidatja demokrate Hillary Clinton, e cila do të bëjë publik planin e saj për ekonominë nga mesi i kësaj jave. Magnati amerikan nuk i qëndroi deklaratave të bëra në shtator të vitit të shkuar, kur tha se plani i tij përfshin vendosjen e përkohshme të një moratoriumi për rregulloren e re federale, sikurse dhe vendosjen e disa taksave të reja. Sipas tij, taksa për korporatat do të ulet nga 35% që është aktualisht në vetëm 15%, por paralelisht me këtë është menduar për një taks të re për të ardhurat personale, kur për këto të fundit kishte premtuar muaj më parë taks zero. Ky është fjalimi i parë i Trump mbi ekonominë, një javë pasi magnati amerikan bëri pjesë të ekipit të tij 13 këshilltar ekonomik, ndërsa fjalimi u ndërpret disa herë nga disa protestues, për të cilët kandidati republikan i kërkoi nga podiumi agjentëve të sigurisë që të nxirrin jashtë. Rivaleti demokrate Hillary Clinton do ta shpalos vizionin e saj për ekonominë nga Michigani të njëjtën, por nuk nguroi që ta quajë planin e Trump të dështuar, sepse sipas saj do të dëmtojë miliona familje punëtore dhe do ta kthejë sërish vendin në recension.